Vazhdojmë me pjesën e 14 të ekuacionit të vijës në plan. Të shkruhet ekuacioni i drejtës me koeficient k që kalon nëpër një pikë A. Po e prezantojmë situatën tonë në një sistem koordinativ. Nëpër një pikë A kalon një drejtës e cila krijon një kënd alfa me boshin e x-eve. Nëpërmjet tangentit të tij, ky kënd përcakton koeficientin këndor të kësaj drejtëse. Pikërisht në këto rrethana kërkojmë të gjejmë ekuacionin e kësaj drejtëse. Në këtë drejtës marrim një pikë B të çfarëdoshme në pozicionin e saj, pra pikën B mund ta gjejmë dhe në pozicione të tjera. Në dallim nga pika A e cila është fikse. Koordinatat e pikës B po i shënojmë x i B-s dhe y i B-s dhe duke patur parasysh pikën A, koordinatat e cilës po i mendojmë si x i A-s dhe y i A-s, mund të përcaktojmë ekuacionin e kësaj drejtëse mbi bazë të logjikës së ekuacionit të një drejtëse që kalon nëpër dy pika. Konkretisht kemi x minus x i A-s përmbi x-in e B-s minus x-in e A-s, baras me y minus y i A-s përmbi y-in e B-s minus y-in e A-s. Do të kryejmë disa shndërrime dhe do të arrijmë në një ekuacion i cili do të përmbajë vetëm të dhënat e ushtrimit. Pra do të përmbajë koordinatat e pikës A, si x i A-s dhe y i A-s, dhe koeficientin këndor. X-in e B-s dhe y-in e B-s, të cilët i kemi shënuar jo rastësisht me një ngjyrë tjetër, do të shikojmë se si do të eliminohen gjatë këtyre transformimeve. Atëherë, për të vazhduar me zhvillimin e këtij barazimi, duke patur parasysh se kemi dy thyesa të barabarta, kemi mundësi të shumëzojmë kryq. Pra, duke shumëzuar y minus y-in e A-s me x-in e B-s minus x-in e A-s, marrim pjesën e majtë të këtij barazimi, dhe nga shumëzimi i y-it të B-s minus y-in e A-s me x minus x-in e A-s, do të marrim pjesën e djathtë të këtij barazimi. Në këtë moment mund të pjestojmë të dy anët e barazimit me x-in e B-s minus x-in e A-s, dhe kështu do arrijmë në këtë formë të re barazimi, pra y minus y-in e A-s baras me y i B-s minus y-in e A-s mbi x i B-s minus x i A-s, që shumëzon x minus x-in e A-s. I rikthehemi figurës tonë duke bërë një ndërtim shtesë. Pra nga pika B ndërtojmë një paralele me boshin e y-eve dhe nga pika A ndërtojmë një paralele me boshin e x-eve. Këto dy paralele pra priten në pikën C, koordinatat e së cilës po i shënojmë x i C-s dhe y i C-s. Ndërkohë, kuptohet qartë që x i C-s dhe x i B-s janë të barabartë dhe y i C-s nga ana tjetër është i barabartë me y-in e A-s. Do shfrytëzojmë këto dy barazime për të bërë disa ndërhyrje pikërisht tek kjo thyesë. Pra mund të zvendësojmë y-in e A-s me të barabartin e tij, y i C-s, dhe gjithashtu në emëruesin e kësaj thyese mund të zvendësojmë x-in e B-s me të barabartin e tij, pra me x-in e C-s. Duke bërë një lidhje të thyesës së re që morëm nga zvendësimet me figurën tonë, do të shikojmë që y i B-s minus y-in e C-s prezanton gjatësinë BC, ndërsa x i C-s minus x-in e A-s prezanton gjatësinë CA, pra brinjën e trekëndshit CA. Mund t'i bëjmë këto zvendësime, pra për numërues po shkruajmë BC-n dhe për emërues po vendosim CA. Shqyrtojmë trekëndshin ABC dhe konstatojmë që këndi BAC është i barabartë me alfa. Pra, duke qenë AC-ja paralele me boshin e x-eve, kemi këndin BAC të barabartë me alfa, me këndin që krijohet nga drejtëza dhe boshti i x-eve. Në trekëndshin ABC mund të përcaktojmë tangentin e këndit alfa si raport i katetit përballë këndit alfa, BC, me katetin anëshkruar me CA, dhe pikërisht këtë raport e gjejmë te kjo thyesë. Pra, fare mirë, këtë thyesë mund ta zvendësojmë me tangentin e këndit alfa.
Dhe gjithashtu duke patur parasysh që tangenti i këndit alfa është i barabartë me koeficientin këndor të drejtës që na jepet në ushtrim, bëjmë zvendësimin e tangentit të këtij këndi me koeficientin k. Kështu marrim ekuacionin y minus y as baras me k që shumëzon x minus x-in e as. Një ekuacion ky i cili prezanton vetëm të dhënat e ushtrimit, pra të dhënat e pikës A, x i as dhe y i as dhe koeficientin k. Pra si që tham, x i bës dhe y i bës gjatë shndërimeve u eliminuan dhe tash kemi një ekuacion të cili mund ta përdorim në ushtrime. Kështu marrim një ushtrim konkret. Kërkohet të shkruhet ekuacioni i drejtës me koeficient k të barabartë me 3/4 që kalon në pikën A me koordinata -1 dhe 2. Ekuacioni i kësaj drejtëse do ketë këtë formë. Pra këtu kemi zvendësuar y-in e as me 2, koeficientin k me 3/4 dhe x-in e as me -1. Mund të kryejm disa shndërime te ky barazim, të cilat i kemi paraqitur këtu. Dhe si përfundim marrim ekuacionin 3x minus 4y plus 11 baras me 0, ekuacion ky që i përgjigjet drejtës me koeficient 3/4 dhe që kalon nga pika A me koordinata -1, 2. Vazhdojmë me një ushtrim tjetër të ngjashëm, të shkruhet ekuacioni i drejtës me koeficient k baras me -1 që kalon nga pika A me koordinata 4, 0. Ekuacioni do të kishte këtë formë, ku kemi bërë zvendësimet nëpërmjet formës së përgjithshme. Pra kemi zvendësuar y-in e as me 0, koeficientin k me -1 dhe x-in e as me 4. Atëre, nga kjo formë kryejm shndërimet e nevojshme, nga ku përcaktojmë ekuacionin x plus y minus 4 baras me 0 si një ekuacion që i përgjigjet drejtës me koeficient -1 dhe që kalon nga pika A me koordinata 4, 0.